Prej 2 ditësh vijon të jetë aktive vatra e zjarit në vend depozitimin e mbetjeve në landfillin e Bushatit në Shkodër. Edhe pse po ndërhyret për shuarjen e zjarit, flakët kanë përparuar me shpejtësi për shkak edhe të erës, teksa situata ka shkaktuar një katastrofë mjedisore. Tymi toksik i çliruar nga djegja e plerave ka mbuluar të gjithë zonën e Bushatit, duke rrezikuar edhe jetën e banorëve që jetojnë aty. Banorët e Shkjezës shprehen se prej 2 ditësh nuk hapin dyre dritare për shkak të tymit mbytës. Për shtetin bëhet, normal, se tanë mikrobasht, që me nxenaja vedin, me kënë me jetu i to. A hera por që digjen... A kënë djegë dhe herë, po a kanë fik, nuk a kanë lanë këtë gjendje. Sa i rrallë u bo katastrofë këtë vend. Shpija tona as janë dukon. Nëse nuk menaxhohet mirë landfilli këto kena krypun. Këtë rrallë o bon noti e madhe. Nëse vazhdon kështu ky vend ka marrë. Këto i herë këto nuk kanë hap as pëgjera, as dyrë, nuk kena mujt me dalë jashtë. Për notjes. Përveç dëmeve në shëndet dhe mjedis, tymi po dëmton edhe prodhimet bujqësore. Ata parlemërojnë se nëse zjarri do të vazhdojë, dëmi në tokat bujqësore do të jetë i pallogaritshëm dhe se do të detyrohen të braktisin bujqësinë të vetëm burim të ardhurash e të ikin në emigracion. Po perimet mi kap smunja. Për kuj, për notjes. Na i këtë problem kena. As mund të hëm perime, hardhijat marojnë komplet të tana. E hanë perimja, e hanë tana, në njerës, dhe na smunje kena pritënë. I kam thonë e burrit e më, no vazhdojsh të shto, unë do t'i të vajzën në Itali. Se kam një serë dvogël, vetëm serë në plasmas mund bojnë, as t'i lojbime tjetër nuk bënë. Kësë bënë mo, këja bëjtësia nuk bënë. Që se vazhdojnë kështu, ne detyru me lanë bëjtësi. Unë e kam vajzën në Itali, unë do t'i ku ketë. Ndërkohë që ende nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit, nëse është një pakujdesi apo është një vendosje e zjarrit në mënyrë të qëllimshme. Landfilli Bushatit është një nga pikat më të mëdha depozituese të mbetjeve urbane në rajonin verior të vendit. Ky landfill shërben bashkisë Shkodër të Vautudejës, por edhe bashkive të tjera të veriut, të cilat depozitojnë mbetjet urbane. Ndërkohë që një vit më parë, emisioni Piranjet në Syri Televizion ka investiguar zgjatjen e kontratës midis bashkisë së Vautudejës dhe kompanisë që menaxhon landfillin e Bushatit. Ajo që bie në është që aksionere e kompanisë në vitin 2018 bëhet Mbesa Ulsi Manjës, Pranvera Manja. Pas hyrjes si aksionere të Pranvera Manjës, kompania përfiton zgjatjen e kontratës për 25 vite dhe rritjen e çmimeve për depozitim në landfillin e Bushatit.